Ndahet nga jeta mitropoliti Gjirokastrës, Imzot Dimitria, sëmundja që i mori jetën. Mitropoliti Gjirokastrës, Imzot Dimitri, ka ndruar jetë mbrëmjen e së shtunës. Sipas njoftimit të kishës, Imzot Dimitri nuk arriti të mposhtë dot sëmundje, na i vuante nga mos funksionimi i disa organeve. Mitropoliti ishte i shtruar në spitalin e Janinës për shkak të një infeksioni respirator dhe të endokarditit. Me idhërim të thellë njoftojmë fjetje në Zotin erësisë së tij, mitropolitit të Gjirokastrës, vëllai dhe bashkëmeshtarit ton Imzot Dimitrit. Gjatë periudhës së fundit, hierësia e tij ishte i shtruar në Spitalin e Përgjithshëm Universitar të Janinës për shkak të një infeksioni respirator dhe të endokarditit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, hierësia e tij nuk arriti ta mposhtë sëmundjen dhe fjeti me Zotin sot në 28 qershor 2025, në orën 20:30, si pasojë e funksionimit të pamjaftueshëm të shumë organeve.